Nga Arben Malaj, popujt kanë të drejtë, shpresa vdes e fundit. Mundja e djeshme me shumicë dërmuese e autokratit të fundit dhe aleatit të bindur kundër gjeopolitikës dhe gjeostrategjisë evropiane është një apel i fuqishëm inspirues për shqiptarët e shtypur dhe të nëpërkombur nga mbretëria kryeministrore. Inspirimi hungarez duhet të zgjojë popujt e nënshtruar nga autokracitë në Ballkan. Historia ka treguar se liria nuk është një dhuratë që jepet, por një drejtë që rrëmbehet. Sot, ndërsa shohim mbretëritë presidenciale dhe sultanatet ministrore të lulëzojnë në zemër të Europës, modeli i qendresës hungareze na shërben si një dritë shprese në errësirën e autokracisë. Në vitin 1956, Hungaria i tregoi botës se asnjë tank dhe asnjë makineri propagandistike nuk mund ta mposhtë vullnetin e një populli që ka vendosur të jetë i lirë. Sot, në vitin 2026, ky mosim është më i vlefshëm se kurrë. Autokratët e sotëm nuk mbajnë kurora të dukshme, por sondojnë si mbretër mesjetar pas fasadës së institucioneve demokratike. Ata përdorin kapjen e shtetit, zhndërrimin e gjykatave dhe policisë në roje personale, kriminalizimin e pushtetit, atëherë kur vullneti i popullit zëvendësohet me interesat e klaneve, propagandën e frikës, duke shitur stabilitetin si zëvendësues për lirinë. Fuqia e pamposhtur e popullit të heshtur. Miti më i madh që autokratët mbjellin është se ata janë të pamposhtur, por historia hungareze na mëson se fuqia e tyre është vetëm një iluzion që ushqehet nga pasiviteti ynë. Do ta ritheksoj gjithnjë se nuk ka qeveri, sado e fortë apo e kriminalizuar, që mund të mbijetojë ballafaqimit me një popull që ka humbur frikën. Kur qytetari i thjesht kupton se vota e tij është thjesht një letër në kuti, por një akt rebelimi kundër mbretërive kryeministrore, muret fillojnë të plasariten. Modeli hungarez na kujton se revolucionet demokratizuese nisin në pallatet qeveritare, por në kuzhinat e familjeve që nuk mbyllin dot muajin, në kafenet ku flitet me zotë ulët dhe në mendjet e të rinjve që refuzojnë të emigrojnë. Popujt e Ballkanit kanë vuajtur gjatë në hijen e burrave të fortë. Është koha të kuptojmë se këta autokrat nuk janë pasqyra e forcës son, por e dobësisë son të përkohshme. Ashtu si në momentet kulminante të historisë hungareze, suksesi vjen vetëm kur qytetarët bashkohen përtej ideologjive kundër të keqes së përbashkët, tiranisë. Asnjë mbretëri presidenciale nuk mund të qëndrojë në këmbë nëse populli vendos të mos e heshtë më. Liria nuk është një destinacion, është një betejë e përditshme. Nëse Hungaria mundi të sfidonte perandorit, popujt e Ballkanit kanë të gjithë fuqinë për të çmontuar neodiktaturat e sotme. Mesazhi im që në hapat e para në politikë në 91-shin është dhe do të mbetet se kush shet votën, blen varfërinë. Kush blen votën, thith edhe pikën e fundit të gjakut të varfërve. Me gjakun e votuesve të varfër, ata ushqejnë pangopsinë e tyre për pushtet dhe ushtrinë e patronazhistëve të kriminalizuar nga përfitimet materiale dhe promovimi në kurriz të mëtarësimuarve. Zgjedhni për herë të jeni zotër të fatit tuaj, të fillojmë të angazhohemi që ta mundim mbretërinë tonë kryeministrore të lirosur nga korrupsioni dhe kapja e shtetit që në zgjedhjet për kryetarët e bashkive 2027. Mirënjohje.